Letra e dytë drejtuar Timoteut. Kapitulli 1. Përshëndetje dhe falënderje. Pali, apostulli i Krishtit Jezus, për vullnet të hyjit i dërguar për të shpallur jetën e premtuar që është në Krishtin Jezus. Timoteut, birit të dashur, hir, mëshirë, paqe prej hyjit Ad dhe prej Krishtit Jezus, Zotit ton. E falenderoj hyjin të cilit i shërbej, sikurse edhe të parët e mi, me ndërgjegje të pastër, ndërsa pa pushim të kujtojnë uratat e mia natë e ditë. Dhe kur më bien në mend lotët e tu, më kap një dëshirë e madhe të shoh ty që të mbushem me gëzim. Kujtoj fenë e çiltër që është në ty, që më parë ishte në gjyshën tënde Loidën dhe në nënën tënde Eunikën, dhe jam i bindur se banon edhe në ty. Hiret që Timoteu ka marrë. Këndej të përkujtoj të ringjallësh dhuratën e hirit të hyjit që është në ty, në saje të vënjes së duarve të mia. Sepse hyji nuk na e ka dhënë shpirtin e frikës, por përkundrazi shpirtin e virtytit, të dashurisë dhe të urtisë. Prandaj mos të vi marrë ta dëshmosh Zotin ton, as mua të burgosurin e tij, por hiç keq bashkë me mua për Ungjil, duke u mbështetur në fuqinë e hyjit, i cili na shëlboi dhe na grishi me thirrje të shenjtë, jo në saje të veprave tona, por në saje të vullnetit të vet dhe të hirit, që na u dha qysh për amshimit në Jezu Krishtin, dhe u dëftua tani me ardhin e shëlbuesit ton Jezu Krishtit. Ky e azgjësoi vdekjen dhe bëri të shëndris jeta dhe pavdekësia me anë të Ungjillit, për të cilin hyj më caktoi të jem predikatar, apostull dhe mësues. Ja pra, përse unë edhe i duroj këtë vuajtje, por nuk më vjen marre, sepse e di se kujt i kam besuar, dhe jam i sigurt se ai është i Zotit ta ruaj thesarin që mu besua deri në atë ditë. Ki për normë fjalët e shenjta që i ke dëgjuar prej meje në fe në dashuri, që është në Krishtin Jezus. Ruaje me ndihmën e Shpirtit Shenjtë që banon në ne, thesarin e paqmueshëm të fesë që tu besua. Do të kesh marrë vesh se në Azi të gjithë ikën e më lanë. Ndërta janë edhe Figeli dhe Hermogeni. Hyj pajist me mëshirën e vet familjen e Oneziforit, sepse shpeshherë ma ka freskuar shpirtin dhe nuk ka pasur turp për prangat e mia. Përkundrazi, kur erdhi në Rom, më kërkoi me kujdes dhe më gjeti. Ja dhënë Zoti fatin të gjej mëshirën hyjnore në ditën e gjyqit. Por edhe sa shërbimet mi bëri në Efes, ti i di më mirë se askush. Kapitulli 2. Vuajtjet e apostullit të Krishtit. Ti pra, o biri im, forcohu në hir që është në Krishtin Jezus, dhe çka dëgjove prej meje në praninë e shumë dëshmitarve, ato mësoju njerëzve besimtar, atyre që do të jenë të aftë ti mësojnë edhe tjerët. Vuaj edhe ti bashkë me mua, por si ushtari i mirë i Krishtit Jezus. Askush veç që merr mbi vete detyrën e ushtarit, nuk ngatrohet me punë të jetës së rëndomt, që ti pëlqej atij që e mori në ushtri. Gjithashtu, edhe në garën sportive, atleti nuk e merr kurorën nëse nuk ka luftuar mbas rregullave. Bujku që punon, duhet i pari ta marr pjesën e vet të prodhimit. Merre vesh çka dua të them. Patjetër, vetë Zoti do ta jap mundësinë ti kuptosh të gjitha këto. Kujtoje Jezu Krishtin të ngjallur nga të vdekurit nga trungu i Davidit, simbas Ungjillit që unë predikoj, për shkak të cilit vuaj deri edhe në pranga, sikur të isha keqbërës. Por fjala e hyjit nuk është në pranga. Këndej edhe duroj çdo vështirësi për të mirën e të zgjedhurve, që edhe ata ta fitojnë shëlbimin, që është në Krishtin Jezus, bashkë me lumturinë e amshueshme. E vërtet është kjo fjalë. Nëse ne vdiqëm bashkë me të edhe do të jetojmë. Nëse durojmë në qëndresë, bashkë me të do të mbretërojmë. Nëse i biem mohit,
edhe ai do të na bjerë mohit. Nëse ne nuk i jemi besnik, ai mbetet besnik, sepse ai, kurse si nuk mund ta mohojë vetveten. Lufta kundër rrezikut të mësuesve të rrejshëm. Përkujto për këto gjëra duke përbetuar para hyjit se nuk duhen bërë ragatje fjalësh, ato askujt si vlejnë gjë. Janë vetëm për rënim të atyre që dëgjojnë. Mundohu t'i dalësh para hyjit si punëtori i sprovuar, që nuk ka për çka të turpërohet, që flet e pret, pra drejt fjalën e së vërtetës. Fjalëve të kota të shekullit shporru, sepse atyre që merren me to, gjithnjë e më tepër do t'ju shtohet mbrapshtia. Fjala e tyre do brej si qimja. Ndërta janë Himeneu dhe Fileti, të cilët e lanë rrugën e së vërtetës, duke pohuar se ngjallja tashmë ka ngjajtur dhe kështu e prishin fenë e disave. Megjithatë, themeli i fortë i vënë prej hyjit qëndron i palëkundshëm, është nën këtë vulë. Hyji i njeh ata që janë të tij, dhe secili që e përmend emrin e Zotit, le t'i largohet të keqes. Në një shtëpi të madhe, nuk ka vetëm enë ari dhe argjendi, por ka edhe druri dhe argjile. Disa janë për përdorim bujar, kurse disa për përdorim jo bujar. Ai që pastrohet prej këtyre ndyrësive, do të jetë enë bujare, e shenjtëruar, e dobishme për zotrin, e përshtatshme për çdo vepër të mirë. Lakmimeve plot zjarr të rinis iku. Përkundrazi, jepu me gjithë afsh të zemrës mbas drejtësisë, fesë, dashurisë, paqes, bashkë me të gjithë ata që e therasin në ndihmë me zemër të pastër Zotin. Ragatjet e marra dhe të parregull refuzoi, duke e ditur se shkaktojnë grindjen. Sepse shërbëtori i Zotit nuk duhet të jetë grindavec, por duhet të jetë i sjellshëm me gjithkënd, i aftë të mësojë, i durueshëm në fyerje, i ëmbël në qortim të kundërshtarëve, me shpresë se hyji u jep dhuratën e kthimit që ta njohin të vërtetën dhe të vinë në vete për t'u çliruar nga laku i djallit, në të cilin i ka zënë robër të vullnetit të vet. Kapitulli 3. Ruajtje nga rreziqet e ditëve të fundit. Edhe këtë duhet ta dish. Në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues të hollash, krenar, madhështor, blasfemues, nuk do t'i dëgjojnë prindërit, të paevarishëm, ateist, të padhimshëm, të papajtueshëm, shpifës, të panënshtrueshëm, të panjerëzishëm, mujshar, që se duan të mirën, tradhtar, të ngutshëm, të verbuar prej krenisë, të dhënë më fort mbas ëndjes se sa mbas hyjit. Ata do ta ruajnë dukjen e jashtme të përshpirtërisë, por kanë për ta mohuar fuqinë e saj. Edhe këtyre iku. Prej këtyre janë ata që hyjnë në përshtëpi dhe i shtin në leqet e veta gratë ngarkuara me mëkate, të nxitura nga lloj-lloj prirjesh, të cilat gjithmonë mësojnë e kur nuk mund t'i arrijnë njohurisë së vërtetës. Sikurse edhe Janesi dhe Jambresi i kundërshtuan Mojsiut, po kështu edhe këta i kundërshtojnë së vërtetës. Janë njerëz të prishur në tru, e në çështje të fesë batalla, por nuk do të përparojnë më sepse marrëria e tyre do të dalë në shesh sikurse u ngjau edhe atyre. Ti veç më ke përcjell përse afërmi në mësimin tim, në sjellje, në synime, në fe, në duresë, në dashuri, në qëndresë, në salvime, në mundime, që më ndodhen në Antioki, në Ikon, në Listër. Se që salvime kam sprovuar, por prej të gjithave Zoti vetë më shpëtoi, veç se edhe të gjitha ta që duan të jetojnë me përshpirtëri në Krishtin Jezus, do të salvohen. Përkundrazi,
Njerëzit e këqij dhe gënyes do të përparojnë prej së keqes në mëzi, duke gënyer tjerët dhe duke u gënyer edhe ata vetë. Ti veç qëndro në mësim që ke marrë dhe me atë që t'u besua duke e ditur se prej kujt i mësove dhe se qysh prej fëmijërisë e një shkrimin shenjtë, i cili është i aftë të jap dijen që çon në shëlbim me anë të fesë në Jezu Krishtin. I tërë shkrimi shenjtë, hyjnisht i frymëzuar, është i dobishëm për të mësuar, për të bindur, për të ndrequr, për të edukuar në drejtësi, që njeriu i hyj të jetë i përsosur, i përshtatur për të kryer çdo vepër të mirë. Kapitulli 4. Porosit solemne. Po të përbej para hyjt dhe para Krishtit Jezus, i cili do të gjykojë të gjallët e të vdekurit. Pash ardhjen e tij dhe mbretërinë e tij, predikoje fjalën, nxit në rast të volitshëm dhe në rast të pavolitshëm, këshillo, qorto, urdhëro me plot duresë dhe mësim, sepse do të vi koha kur njerëzit nuk do ta durojnë mësimin e shëndosh, por simbas ëndjeve të veta, do të bashkojnë rreth vetes mësues për të kënaqur veshin, do t'i largojnë veshët prej së vërtetës dhe do t'i sjellin drejt përrallave. Ti veç rizgjuar në çdo gjë me kujdes. Duroj të vështirat, kryeje mirë detyrën e ungjilltarit, kryeje plotësisht shërbesën tënde. Sa për mua, gjaku im tashmë po derdhet në nder të hyjit, dhe koha të nisëm për atë jetë arriti. Luftën e mirë e luftova, vrapimin e kreva, fen e ruajta. Qysh tashmë pret gati kurora e drejtësisë, që atë ditë do të ma jap Zoti, gjykatësi i drejtë, dhe jo vetëm mua, por të gjithë atyre që do ta presin me dashuri ardhjen e tij. Porosit përfundimtare. Hiqeja sa më parte unë, sepse Dema, për dashuri të këtij shekulli, më la vetëm. Ai shkoi në Selanik, Krescenci në Galaci, Titi në Dalmaci. Me mua është vetëm Luka. Markun merr edhe bjere me vete sepse e kam të dobishëm për shërbes. Tihikun e dërgova për Efes. Kur të vish ma bjer tabaren që e lash te Karpi në Troad. Po ashtu edhe librat sidomos pergamenat. Aleksandri farkëtar më bëri shumë të këqija. Zoti do t'ja kthej sipas veprave të tia. Ruaju edhe ti prej tij, sepse ka qenë kundërshtar i madh i predikimeve tona. Në mbrojtjen time të parë në gjyq, askush nuk qe me mua, të gjithë më lanë në balt. Mos ju mart askujt për të keq, por Zoti qe me mua. Ai më dha fuqi që predikimi i ungjillit të kumtohej plotësisht dhe ta dëgjonin të gjithë paganët. Hyi më shpëtoi nga goja e luanëve. Vetë Zoti do të më shpëtoj nga çdo vepër e keqe dhe do të më shëlboj për mbretërinë e vet qiellore. Lavdia tij në shekuj të shekujve. Amen. Përshëndetje. Bëju të fala Pristikës dhe Akuilit, edhe familjes së Oneziforit. Erasti zuri vend në Korint. Trofimin e lashtës së mur në Milet. Hiqeja para dimrit. Të përshëndesin Eubuli, Pudenci, Lini, Klaudia dhe të gjithë vëllezërit. Zoti qoftë me shpirtin tënd. Hiri qoftë me ju.